Nëse ne shkojmë në Qabe, ku të bohen 1 milion, 2 milion, 3 milion, deri në 5 milion. Dhe në momentin që thret ezani, të gjithë e kam parasysh se tash çfarë duhet të bëhet. Edhe ata që janë arab, edhe ata që nuk janë arab, kur e dëgjojnë hayya ala salah, vetëm se e kam parasysh për çka urdhërohen. Hayya ala falah, vetëm se ngriten për të bë gati për një ibadet të cilin të gjithë e dinë së bashku, pa marrë parasysh kompsive edhe nacionaliteteve. Dhe të gjithë radhiten në safa të drejtë edhe preciz, dhe vetëm me një fjalë të gjithë hinë në një ibadet të caktuar. Vetëm me një fjalë. Dhe atë të një njeriu i cili as nuk është mbret, as nuk është kryetar, as nuk është ndonjë njeri i cili ka ndonjë post që mund t'i detyron njerëzit, mirë po ati i takon vetëm një fjalë, të thot Allahu Akbar. Dhe 5 milion për një herë thonë Allahu Akbar. Subhanallah. A gjen këtë dikun tjetër? Dhe në fund i njëjti njeri thot Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dhe 5 milion për një herë thonë Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.